Mjekët lëshojnë alarmin, rritja e shpejtë e kancerit është e lidhur me këtë akt të rrezikshëm seksual. Mjekët po bëhen gjithmonë dhe më të shqetësuar për rritjen e kancerit të lidhura me një virus të zakonshëm të përhapur nga seksi pa mbrojtje. Human papillomavirus, HPV, është një grup virusesh që përhapen me shpejtësi përmes seksit oral ose penetrues dhe është përgjegjës për 95% të kancerve të qafës së mitrës te gratë, sipas Daily Mail. Megjithatë, studiuesit thanë se virusi po lidhet gjithmonë më shumë me shkallën e rritje të kancerve që prekin bajamet, gjuhën, fytin, qafën, ezofagun, anusin dhe organet gjenitale. Mungesa e njohurive publike për HPV i ka bërë mjekët të shqetësohen se përhapja do të rritet dhe normat e kancerve të lidhura do të vazhdojnë të rriten. Një ekip nga Universiteti Shtetëror i Ohio's kreu një anket muajin e kaluar me 1000 njerëz që zbuloi se shumica kishin njohuri të kufizuar ose besime të rreme rreth HPV-s, duke përfshirë të pavetdijshmen se HPV është në të vërtetë më e zakonshme tek meshkujt sesa tek femrat. Doktor Elektra Pasket, studiuese e kancerit në Ohio State, tha: "Kjo është shqetësuese sepse më shumë burra janë të infektuar me HPV sesa gratë dhe ata mund ta përhapin atë pa e ditur tek partnerët e tyre. Rreth 42 milion njerëz janë të infektuar me HPV sipas studiuesve dhe 98% të amerikanëve janë të ekspozuar ndaj virusit, i cili mund të përhapet përmes përshtypjes apo kontaktit seksual si dhe përmes lindjes së fëmijëve. Nuk ka shërim për HPV dhe shumica e rasteve të infeksionit largohet vetë, por nëse sistemi imunitar i një personi nuk e neutralizon atë, HPV mund të bëhet kancerogjene. Megjithatë, ekziston një vaksinë që redukton rrezikun e infektimit deri në 90% dhe për një mas paraprake shtesë, njerëzit duhet të mbajnë prezervativ gjatë seksit.